shkon një doktor në Abha, në një qytet të qyteteve të Saudis, duke ligjëruar me një universitet, një fakultet, atje, do thotë fakulteti i gjynisë femrore o kanë, sa që janë ndame fakultetet, ka shku ki doktori, ki hoxha me ligjërua. Duke ligjërua, gjatë ligjërimit e ka përmend ngjarjen e Mashitët ibn Firaun. Ngjarjen e Mashitës, asaj gruas që ja ka krep flokët vajzës të Firaunit. Dhe ajo saj kur i ka rënë një ditë krani prej dore, dhe ajo ka thonë bismillah. Kjo vajza ka thonë pse? A emnin e babës teme përmend? Thotë jo, pe përmendi emnin e Zotit tanë dhe të babës tanë dhe të Zotit tanë. Thotë pse, a ka Zot jashtë babës teme? Thotë po, është ai i cili na ka kriju gjithëve. Shkon i tregon ai vajza babës vet. Thotë pse, po dikush i besoi ka diku tjetër? Allahu, pa. Dhe e fkat dhe i thotë, ose kthe prej kësaj që të thon, ose fëmin tuj ti marr nga një do t'i gjuj në zejtin dhe t'i djeg. Do t'i shkri. Dhe duke ligjëru hoxha, duke tregu se si ka marrë nga një fëmijë ja ka gjujt në zejtin, thot vetëm se pe shoham njana prej studenteve po piskat me zonë të nalt. Po qanë në salën e fakultetit. Së ngjarja është kur ka ardhur te fëmia i fundit, shkurt për ngjarjes, që mos qese jo e qartë, dhe kur ka ardhur te fëmia që e ka pas në xhi, pak ajo u ka trishtue, ju ka dhimbë fëmia në xhi. Një prej fëmijëve që ka fol në xhi, është kjo, ka thënë ojnon, mos u frikso. Gjuje vetën në zejtin të nxehet, thot se vallahi ka më të shpëtuar ditën e kiametit. Se jenë hak, dhe pastaj ka marrë me fëmijë, me asoj kretja ka gjujt, dhe thot i ka mit. Hadithi është më i gjatë, po shkurtpet. Pastaj kjo vajza kur dëgjon piskat shumë dhe bjen tokë. Thot ishte e veshë, Allah i na rujt, jo veshë që lip Islamin. Thot unë quhen disa nxanse, disa shoqet e saj, thot e kanë kap dhe kanë nxjerr jashtë sallës. U ka qetësu, i kanë qit pak ujë dhe u ka kthy. Kur hien hoxha është duke vazhduar ligjëratën, duke treguar ngjarjen që shka ndodh, duke treguar se kjo grua çfarë besimtare, se sinqert 5 fëmijët e saj i ka pa t'u ja fuk Firaunin zejtin, t'u zi zejtini, t'u vlu, thot edhe ajo nuk ka kthy prej fesë të Allahut. Neve di shuplaka, di fjalën, thotë, vallahi si shkoj në xhami, vallahi thënë në ti terrorist, tash mos që u ka nxjerr situata, mohabetet me diumet, gazetat, dallaverxhita, kupton, ka krejton, ta kupton. Tash thotë kuku me çpanë ty në xhami thënë në ti, shtyn list, vin ligji, kur tash zjen në xhami hupën pi namazit, subhanallah. Çka po bëjmë ne kamerat në live po japim, kamerat në ligjëratat tona. Ne mësojmë vetëm hajër dhe edukat njerëzive, ja u çel misit njerëzive, se si duhet ta adhurojë Allahu subhanahu wa taala, si duhet të jetë zemër i pastër, si duhet të jetë dorë pastër, si duhet të jetë sy pastër. Kjo është dini Allahu subhanahu wa taala. Dhe ajo nuk ka shlupej. Dhe kjo duke kallzu këtë 5000, prap vikat dhe hub vendia. Marrën, e nxjerrin jashtë, i gjujnë ujë, kthellën ton ka dalve. Boje. Pse po piskaç, çfarë ka një sikleti? Kthehet prap, për streti pastaj fillon hoxha me kallzu për mirësitë e xhenetit, për kënaqësitë e xhenetit, kallzon për dënimin e zjarmit, tha kur ka piskat me një zon. Çuditshëm tha rron to, dhe s'po lëvizet më. Pastaj thotë kena marr, kena nxjerr jashtë. I gjujnë ujë, sjello, pshtjello, dikur kthehet dhe i thonë thuj la ilaha illallah. Tha i s'po thoke, thuj la ilaha illallah dhe shpëtojsh. Veç tha, tu lëviz buzët, alhamdulillah thot shahadet. Tha ju dëshmoj dhe ju garantoj që pesho karrikën teme prizorëve të xhenemit. Ju dëshmoj që jam të pa karrikën teme vendin tem në zjarr të xhenemit. Ju dëshmoj që jam të pa veten karrik prej zjarmit, tha dhe vdiq. Çfarë vepër ka bo? Allahu e di. A peshe? Si mos jetosh me xhami, si mos jetosh me Kur'an, si mos jetosh me vepër